Çelet shtabi I kandidatit të Partisë Socialiste për deputet pjesë e listës së hapur në qarkun e Vlorës Klevis Kaso. Shtabi vendosur në rajonin numër 5 të qytetit, në zonën e quajtur si Rruga e Re, u inaugurua mes shumë të ftuarve. I pranishëm ishte edhe ministri mbrojtjes Spiro Vëngu, në cilësinë edhe të koordinatorit të fushatës së Partisë Socialiste në këtë rajon. Morën pjesë drejtues të Partisë Socialiste të Vlorës, si dhe përfaqësues të tjerë të strukturave në këtë parti, mes tyre bashkëkryetaria e Partisë Socialiste Vilma Bello, kryetaria e Këshillit Bashkiak të Vlorës Elpiniqi Mërkuri, këshilltar bashkiake të tjerë. Kandidati Kaso e preu tortën e inaugurimit të shtabit me familjen e tij, bashkëshorten dhe fëmijët, ndërsa trokiti godat me të pranishmit, të cilët I uruan suksese në këtë garë. Kandidati Klevis Kaso vijon takimet edhe me banorët e qytetit të Vlorës, por edhe bizneset. Në kuadër të këtyre takimeve është ndalur paraditën e kësaj të hëne në njësinë administrative të Orikumit, ku ka zhvilluar disa takime të rastësishme me banor por edhe përfaqësues të bizneseve. Takimet janë derë më derë, shtëpi më shtëpi dhe dyqan më dyqan, për të dëgjuar problematikat e çdo banori, duke qenë pranë problemeve të tyre. Në njësinë administrative të Orikumit janë shumë problematika që kërkojnë zgjidhje në përmirësim të situatës infrastrukturore, reformimin, rishikimin dhe mundësinë e kthimit në prioritet edhe të zonave si Radhima, Orikumi, Trajgjasi dhe Dukati, që ngelen njësi turistike për të cilat duhet të mendohet që asnjë turist të mos largohet I pakënaqur nga Vlora. Kandidati Klevis Kaso tha se nga qeveria shqiptare, por edhe Bashkia e Vlorës janë realizuar në njësinë administrative të Orikumit shumë investime të rëndësishme, por ai kërkon votën për Vlorën turistike e për të punuar kështu për vizionin europian të saj, dhe ku të gjithë duhet të kontribuojnë në jetën sociale, ekonomike, por edhe politike të zonës së Orikumit dhe më gjerë. Kandidati Kaso ka kërkuar votën personale të banorëve të Orikumit, por edhe bizneseve, me qëllim për ta kthyer atë në shërbime sa më të mira dhe në një zët të fuqishëm në Parlamentin shqiptar pas 11 majit.